Rastet e dhunës në familje gjatë vitit 2024 shënuan një rritje në të gjithë vendin, sipas të dhënave që A2CNN disponon. Vitin e kaluar, policia referoi në prokurori 2139 raste të dhunës në familje, 228 raste më shumë krahasuar me vitin paraardhës. Por a është rritur ndjeshëm dhuna apo janë ndërgjegjësuar më shumë femrat shqiptare për ta denoncuar këtë fenomen? Psikologi Antela Binjaku thotë se është rritur ndërgjegjësimi grave për të denoncuar dhunën në familje. Denoncime janë bërë edhe nga femrat në zonat periferike, por sërish numri i tyre mbetet ende i ulët. Rritja me 10% e numrit të denoncimeve për vitin 2024 krahasuar me 2023 tregon nga njëra anë një rritje të vetëdijësimit të grave shqiptare për të mos e pranuar më dhunën dhe për të mos jetuar më në të njëjtën strukturë familjare ku ka kaq shumë dhunë. Kemi vënë re që rritja e denoncimeve vjen kryesisht nga gratë e shkolluara, nga gratë e arsimuara, më lart në këtë shkallare të arsimimit, është rritur kryesisht në gratë që vijnë nga zonat të mëdha urbane të Shqipërisë, nga më pak nga zonat periferike të qyteteve të mëdha të Shqipërisë dhe sigurisht më pak edhe nga gratë në zonat rurale, por një fakt është i vërtet që një dekadë më parë nuk flisnim me të njëjtën siguri për këtë rritje të vetëdijësimit. Binjaku shpjegon faktorët që të çojnë në dhunë. Situata ekonomike, thot psikologja, është ndër faktorët kryesor. Faktorët që të çojnë në dhunë janë të fshehur, janë edhe të shprehur, mendoj. Faktorët e shprehur zakonisht janë të lidhur me faktorin ekonomik. Familja vendoset në një presion të vazhdueshëm kërkesash nga pjesëtarët dhe ka një mos ekuilibër të madh mes kërkesave, dëshirave dhe mundësive. Një arsye e dytë e ushtrimit të dhunës mendoj që lidhet natyrisht me nivelin e edukatës që kanë partnerët e lidhur në çift. Natyrisht përdorimi i substancave narkotike i bën agresiv, i bëjnë të humbasin kontrollin edhe të bëhen konfliktual ose të reagojnë dhunshëm kur ka konflikt. Lojrat e fatit, të ashtu quajtura lojrat e fatit që në të vërtetë e kanë çuar familjen në një vështirësi shumë të madhe dhe ka dhe në shumë raste ka dhunë. Shtim është hasur edhe në lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. Vitin e kaluar janë trajtuar 2934 raste të dhunës në familje me urdhër mbrojtje, 204 raste më shumë krahasuar me 2023-shin.